Dhe pjesa më e bukur në të tjera, domethënë ajo që më pëlqen për autorit është pjesa kur thotë që unë kam hall një gur, nuk ka se ka bën një mur, ka hall një gur, që pjesa tjetër e studiusave, humanitare të historisë me vazhdu murin në Anglit, dhe unë shpresoj shumë që zona jon ka intelektual që studiojnë historinë e zonës së tjera, edhe do ta ngrenë këtë mur avash avash. Faleminderit shumë për të thënë që keni ardhur prezant, për më respektu takimin, për më respektu mrejken. Faleminderit Ariona. Nuk ka kënaqësi më të madhe se ti kalosh mikrofonin njeriu që ngjyron si këtë ëndër, njeriu që në muaj vite me radhë, me një durime për kushtim admirues, mblodhi gur me gur historinë, dëshmirat dhe shpirtin e kresë. Drejta jonë, e din shumë mirë se sa fort ne duam dhe se sa krenar jemi, jo vetëm sot, sepse ai prej vitesh na ka ofruar vepra dhe është aq aktiv sa ne secilin prej nesh e marrin me të vërtetë jo vetëm shumë në aspektin kulturor dhe traditat tona. Erik, fjala është për ty.